Shikues të alert, mirëmbroma. Përshëndetje nga ekrani i televizionit Ora News. Ky është programi i të premtes, pra si çdo të premte në orën 21 jemi bashkë për diskutuar për çështje që gjithmonë lidhen me konsumatorin, kryesisht me konsumatorin, sepse bëjmë edhe tema që gjithsesi na prekin fundit të gjithëve si qytetar. Sot do të flasim për linjen e gjelbër të konsumatorit, organizatat e shoqërisë civile lokale, aktivitetet që ka pasur për fuqizimin e tyre dhe aktivizimin e tyre në lidhje me të drejtat e konsumatorit, sepse që nga 6 janari i këtij viti, Qendra Alert në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri, EMA e njohur ndryshe, po zbatojnë projektin Linja e Gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes së drejtave të konsumatorit në Shqipëri përmes fuqizimit të organizatave lokale të shoqërisë civile. Në këtë kuadër është edhe emisioni i sotëm në cilin do diskutojmë, por para se të prezantoj të ftuar, dhe meqenëse se jemi gjithmonë në kuadër edhe ndërgjegjësimi dhe mbrojtje të konsumatorit, e nisim me denoncimet ose alertet e sjellura nga RAPEX, sistemi i njoftimit shpejt i Komisionit Evropian për produktet jo ushqimore, si çdo të premte. Komisioni raporton produkte që nuk janë konform rregulloreve të Komisionit Evropian dhe që nuk ofrojnë siguri për përdoruesit e patjetër që duhen hequr nga tregu. Janë 10 produkte, qindra produkte thuajse çdo javë që raportohen, her pas here janë edhe të njëjtat kur nuk janë tërhequr nga tregu apo të ngjashme. Në raportin e fundit, pothuajse në fakt si gjithë raportet, kryesor janë lodrat e fëmijëve, ata që janë më të rrezikuar, pra sepse janë shtresa më pa mbrojtur për shkak të sepse janë fëmijë, janë mjetet përdorimit të përditshëm, janë lodrat, pra janë produkte kozmetike, tashmë me ardhjen e festave të fundvitit vazhdojnë edhe si javët e kaluara, në fakt janë fishek zjarre që përbëjnë risk për konsumatorin për shkak të nivelit, siç raportohet paktën shumë të shkurtër të atyre fitilave ndezës dhe që mund të kthehen në dëmtues për përdoruesit e tyre. Janë dritat e zbukurimeve të festave të fundvitit, të cilat mund shkaktojnë zjarr, mund shkaktojnë djegje, produktet e kozmetikës dhe të higjienës vazhdojnë të përbëjnë problem për risk për konsumatorët. Ky është njoftimi i RAPEX, pra, i cili ju shqohet edhe vendeve jo antare, vendeve që janë para antarësimit në Bashkimin Evropian, vendeve antare patjetër, të cilave sigurisht u kërkon heqjen e tyre nga tregu nëse gjenden. Patjetër që në këto nuk është e detektuar që këto produkte gjenden në Shqipëri, këto janë detektuar në vendet e Bashkimit Evropian, por që Shqipëria nëpërmjet Inspektoratit Shtetëror Mbikëqyrjes së Tregut mund të ndërhyjë, mund të kontrollojë në treg. Fatkeqësisht ne akoma nuk kemi një sistem të ndërlidhur mes ISHMT-s dhe Drejtorisë Përgjithshme të Doganave për të parë, pra për të kontrolluar, sepse çdo produkt ka lotin e vet, pra nga produktet që janë me probleme dhe shumë lehtësisht punojësit e ISHMT-s mund ta gjejnë në sistemin e doganave nëse është futur në Shqipëri një produkt i tillë apo jo. Megjithatë, mbetet punë për të bërë, siç e raporton fakt edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian për Shqipërinë në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit. Dhe kthehemi te tema që kemi sot për konsumatorin. Do të diskutojmë me zonjën Ermelinda Muçaj, është oficere e projektit pranë Lëvizjes Europiane në Shqipëri, kënaqësi që ju kam studio. Mirëmbrëma, kënaqësia është ime. Kladi Toza është koordinator projekti pranë Qendrës Alert, hera 2 që jemi bashkë në Alert, kënaqësi. Mirëmbrëma, kënaqësia është ime. Kam online zonjën Rudina Lula, është drejtore ekzekutive e Qendrës për Excellence Destiny. Zonja Lula, përshëndetje. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi dhe duke qenë se jeni disi larg dhe jeni online dhe gjithmonë njerëzit online janë disi më të diskriminuar në thojza për faktin që nuk janë në studio, do ta nis bisedën me ju në fakt me atë çfarë unë prezantova për projektin e Qendrës Alert me EMA, pra që financohet nga Komisioni Evropian nëpërmjet delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, se nuk jam i sigurt nëse e përmenda në fillim, në lidhje me rëndësinë e sparit një linje të gjelbër, pra ne e trajtojmë si linja kombëtare, po themi, për mbrojtjen e konsumatorëve, sepse është e vetmja në Shqipëri që konsumatorët ankohen, ne
trajtojmë ankesat e tyre, i zgjidhim, tentojmë të zgjidhim, i delegojmë pranë institucioneve publike, kur nuk i zgjidhim dot vetë, sepse nuk janë të gjitha në kompetencën tonë. Mi mbrëma dhe një herë edhe shumë falenderit për ftesën, për të qenë pjesë e këtij diskutimi për një temë shumë të rëndësishme që lidhet me mbrojtjen e konsumatorit. Dhe kur themi për mbrojtjen e konsumatorit, duhet kemi parasysh për produktet ushqimore dhe jo ushqimore. E drejta e konsumatorit është një e drejtë themelore në fakt dhe secili prej nesh ka të drejtën të informohet për produktet qoftë ato ushqimore dhe jo ushqimore, të marrë informacion rreth tyre, të ketë produkte të sigurta, të ketë të drejtën dhe aksesin në një informacion të sigurt rreth këtij produkti, të ketë të drejtën e ankimimit dhe linja e gjelbërt është njëra prej tyre. Kështu që thënë këtë, jepet mundësia për konsumatorin të kenë akses për një ankimim në rast se evidentojnë mungesa të sigurisë apo riske që mund të dëmtojnë shëndetin e tyre. Së bashku me kolegët e mi, jemi duke zbatuar gjithashtu një projekt i cili mbështetet nga Bashkimi Evropian në 7 qytete të Shqipërisë, në Gjirokastër, në Fier, në Vlorë, në Shkodër, në Peshkopi dhe në Tiranë, që lidhet në fakt me sigurinë ushqimore. Dhe është një nga degët e mbrojtjes së konsumatorit. Projekti ka si qëllim të jo vetëm të forcojë kapacitetet e aktorëve të zinxhirit ushqimor, por edhe të promovojë dialogun ndërmjet këtyre aktorëve. Sepse kur flasim për sigurinë ushqimore, ajo nuk është përgjegjësi e individit apo si shihet shpesh përgjegjësi vetëm e institucioneve publike, por ajo është përgjegjësi e të gjithëve ne. Unë do ta përkufizoja në fakt sigurinë ushqimore si një standard minimal i një shoqërie të civilizuar, që do të thotë të gjithë kanë detyrën dhe detyrimin të kontribojnë për sigurinë ushqimore me qëllim që të garantohet ushqimi i sigurt në tryezën tonë. Edhe në rast se njëra nga hallkat e zinxhirit ushqimor nuk funksionon, atëherë çdo hallk tjetër bie apo dëmtohet. Qartë. Do kthehemi sërish tek ju, zonja Lula. Projekti për cilin po flasim nuk ka pasur qëllimi ose komponenti kryesor i tij sigurisht ka qenë krijimi i linjës gjelbër, pra një mundësi për t'u ofruar konsumatorëve shqiptar që të ankohen, të denoncojnë shqetësimet që ata kanë me produkte ushqimore, produkte jo ushqimore, me kontrata shërbimesh, për shembull si interneti apo telefonia, me kredi konsumatore, me marketing agresiv, me mashtrime online, mashtrime kibernetike, të cilat janë ato që i shqetësojnë fakt konsumatorët, sot referuar edhe ankesave që ata sjellin pranë linjës së gjelbër. Ndërkohë, komponent tjetër ka qenë fuqizimi i organizatave lokale të shoqërisë civile në 6 qytete, por fuqizimi i tyre në lidhje me të drejtat e konsumatorit, sepse janë organizata që kanë profile të ndryshme pune, por që me anë të trajnime aktiviteteve që kemi zhvilluar dhe që kemi përzhvilluar në vijim, pretendojnë që ato të fusin në objektin e punës tyre edhe të drejta mbrojtjen e konsumatorit. Ermelinda, këto trajnime, edhe përveç trajnimeve, në fakt 6 në rrethe janë zhvilluar edhe 2 në Tiranë nga EMA, pikërisht për këtë qëllim dhe me finalin e konkretizimit të një rjeti, pra krijimit të një rjeti të organizatave të shoqërisë civile për mbrojtjen e konsumatorit. Si kanë shkuar këto tryeza dhe sa të rëndësishme janë këto për fuqizimin e këtyre organizatave e tek finalja mbrojtja e konsumatorit?
Në rregull, atëherë, siç e përmendët edhe ju më herët, që në fakt linja e gjelbër është një nga komponentët më kryesorë të këtij projekti që ne aktualisht po zbatojmë. Në fakt edhe siç e përcakton edhe vetë ligji për mbrojtjen e konsumatorit, saktësisht Neni 48, qartësisht saktëson që institucionet, autoritetet përgjegjëse janë ato organe të cilat e kanë detyrimin kryesor jo vetëm zbatimin e politikave për mbrojtjen e konsumatorit, por edhe mbrojtjen drejtpërdrejt të drejtave të konsumatorëve që edhe parafolësia i përmendi shumë qartë. Por në fakt vetëm përveç këtij neni, është edhe një nen tjetër, mos gabohem, 59, i cili qartësisht saktëson liston më sakt cilat janë organet përgjegjëse, ndër tyre përmenden aty edhe shoqatat për mbrojtjen e konsumatorëve. Që do të thotë përveç se njësive administrative në nivel vendor apo dhe organeve të tjera, përmend këtu edhe Komisioni për mbrojtjen e konsumatorit, që drejt për drejt është organi i cili merret me zgjidhjen e ankesave të shumë llojta në lidhje që konsumatorët i drejtohen atyre në mënyra të ndryshme, e rëndësishme është edhe paraqitja e ankesave edhe pranë organizatave shoqërisë civile. Kështu që një nga qëllimet e vetë trajnimeve ka qenë pikërisht kjo, ngritja e kapaciteteve të gjithë aktorëve, por jo vetëm të shoqërisë civile, por përfshirë disi, kemi qenë edhe disi dhe më të gjerë, kemi ngritur kapacitete, po themi edhe të aktorë të tjerë që kanë patur interes. Trajnimet në fakt, dy prej të cilave EMA ka implementuar në Tiranë, konkretisht më datë 14 maj, edhe tjetri i pasuar në datë 17 tetor, kanë qenë kryesisht të detajuara dhe të fokusuara në çështje që nuk lidhen drejt për drejt me sigurinë e konsumatorit, që do të thotë nuk kanë qenë të përqendruar në sigurinë ushqimore, por kanë qenë me të dhëna të tjera që konkretisht kemi diskutuar kontratat të cilat nuk kanë qenë të ndërtuara, po them, ose të hartuara në mbrojtje të konsumatorit, por apo dhe qoftë praktika të tjera tregtare të cilat kanë qenë jo në mbrojtje të konsumatorit. Gjatë trajnimeve përveç se paraqitjes së kuadrit ligjor për mbrojtjen e konsumatorit, por edhe atij institucional, gjithashtu është paraqitur edhe legjislacioni evropian, që aktualisht përveç edhe procesin e integrimit evropian është shumë i rëndësishëm, duke qenë se na paraqiten disa detyrime që ne duhet t'i përmbyshim deri në mbyllje të negociatave. Duke qenë se edhe vetë grup kapitulli 2 tregu i brendshëm, ku kapitulli 28 mbrojtja e konsumatorit dhe shëndeti publik bën pjesë, janë paraqitur qartësi edhe nga Komisioni Evropian piketat përmbyllëse që ne duhet të përmbushim deri në mbyllje të negociatave, të cilat janë 3, domethënë. Në fakt, i gjithë legjislacioni, po themi, ose ajo çfarë përmban ky kapitull gjendet aty në të 3 piketat, pra duhet saktësisht të përmbushim legjislacionin dhe të harmonizojmë atë me standardet europiane, më pas duhet vazhdojmë dhe të kemi kapacitete shumë të mira administrative dhe institucionale, duke vazhduar më pas edhe në disa pika të cilat lidhen edhe me shëndetin publik. Të gjitha këto pika janë trajtuar saktësisht në trajnimet që ne kemi realizuar, përveç normalisht trajtimit të kuadrit ligjor, jemi munduar që të jenë trajnimet edhe disi praktike, që do të thotë në fund të tyre ka patur një sesion praktik ku janë diskutuar saktësisht raste konkreta, ankesash, jo vetëm nga trajnuesit të cilët kanë facilituar trajnimet, por edhe nga vetë pjesëmarrësit të cilët kanë sjellë konkretisht raste ankesash që i kanë paraqitur ose jo pranë instancave përkatëse. Duhet të theksoj këtu që në bazë edhe, në kuadër të trajnimeve, ne kemi hartuar gjithashtu edhe udhëzuesin për mbrojtjen e konsumatorit dhe përfshirjen e aktorëve jo shtetëror në procesin vendimmarrës dhe kryesisht në këtë fushë. Që do të thotë, ju kemi ofruar pjesëmarrësve përveç sa informacioneve që po themi kanë qenë jo thellësisht të detajuara sepse aq është e organizuar edhe vetë trajnimi, domethënë, por është e rëndësishme pajisja me këto udhëzues për vetë faktin që paraqitet jo vetëm kuadri institucional dhe ligjor, por tregoj saktësisht hapat që ata duhen të ndërmarrin për të paraqitur një ankesë pranë instancave përkatëse.
Përveç kësaj, e rëndësishme është gjithashtu të theksojmë që pranë linjës së gjelbër, gjatë gjithë kohës, ky numër 0826 ka qenë i hapur për konsumatorët dhe është ofruar atyre mundësia për ta promovuar apo për të paraqitur ankesat e tyre drejt për drejt dhe më pas nga ju janë paraqitur në instancat përkatëse. Normalisht, trajnimet përveç se ngritjes së kapaciteteve kanë patur edhe një nga elementet kryesore të vetë projektit, që është edhe krijimi i rrjetit të organizatave të shoqërisë civile, që përveç se përfshirjes në aktivitete të ndryshme përgjatë gjithë shtrirjes të projektit deri në vitin 2027, kanë patur mundësi të nënshkruajnë një marrëveshje që do të thotë dakordsohen për të patur si fushë të veprimtarisë të tyre edhe mbrojtjen e konsumatorit. Deri tani ka qenë një numër i konsiderueshëm organizatash që janë bërë pjesë e rrjetit tonë, por normalisht fal aktiviteteve që do ndërmerren edhe në hapa të mëtejshëm, numri do të jetë edhe më i lartë. Përsa i përket hapave të tjerë që do ndërmerren në projekt, kryesisht nga Lëvizja Europiane në Shqipëri, ne kemi parashikuar 4 tryeza diskutimi në kuadër të Konventës Kombëtare për Integrimin Evropian, një projekt, po them, një platformë më saktë, e cila është krijuar nga EMA që prej vitit 2014 dhe vazhdon të implementohet edhe sot fal mbështetjes së Bashkimit Evropian, por fillimisht në vitet e para ka qenë e mbështetur nga Slovak Aid, tani më fal edhe projektit të financuar për linjën e gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, grupi i punës mbi zhvillimin rural dhe mbrojtjen e konsumatorit, ku jo vetëm kapitulli 28, por edhe kapitulli 12 përfshihet, pra politikat për sigurinë ushqimore, veterinarinë dhe mbrojtjen e bimëve është i përfshirë. Kështu që vetë tryezat në faza të ndryshme do të jenë ato që do të përfshinë organizatat e shoqërisë civile, jo vetëm ato, do me thënë që janë pjesë e rrjetit, por edhe të tjera normalisht janë të mirëpritura, do të jenë aty për të paraqitur vetë rekomandimet të tyre në lidhje me të gjitha hallkat që ato priken drejt për drejt. Jo vetëm në lidhje me ankesat, me procesin e ankimimit, por edhe kur bëhet fjalë kryesisht për harmonizimin e legjislacionit me shqiptar me atë europian. Që të mos ta thuash gjitha qenë pjesën e parë. Gjatë kohës që diskutojmë, regjia transmeton një material i shkurtër, është në fakt me foto dhe video të aktiviteteve, të disa prej aktiviteteve, sepse ato çfarë kemi transmetuar në emisionin e parë për këtë temë, pra për këtë projekt, nuk i kemi futur, por vijet re edhe janë, pra kemi shpërndarë, po shpërndajmë në fakt në 12 qytete, të ndryshme edhe disa flyer, fletpalosit vogla, me informacion për linjën e gjelbër dhe drejtat e konsumatorit, pra drejtat kryesore që konsumatorët gëzojnë, si dhe linjën e gjelbër ku mund të ankohen për shqetësimet që kanë. Klati, do kthejmë edhe një moment tek zonja Lula, me qenë se Ermelinda përmendi çështjen e kapitujve. Javës që vjen hapet edhe grup kapitulli 5, ku përfshihet kapitulli 12, që është siguria ushqimore, veterinaria dhe mbrojtja e bimëve. Tani, me aq sa e njihni ju sigurinë ushqimore, ju jeni një eksperte e integrimit evropian, por me sa njihni sigurinë ushqimore, situatën në terren e tjera, sa i vështirë do t'jetë ky kapitull për të mbyllur sipas pritshmërive në 2027, konkretisht 12-ta, jo gjithë grup kapitulli. Tani, kapitujt që lidhen me mjedisin dhe bujqësinë janë kapitujt që kanë volumin më të madh të legjislacionit të BE-s, dhe kjo kërkon sigurisht kapacitete administrative, financiare, për t'i përmbushur të gjitha detyrimet dhe sigurisht edhe kapitulli i sigurisë ushqimore, pra kapitulli 12 është shumë voluminos. Para pak ditësh Komisioni publikoi progres raportin ku janë edhe evidentuar mangësitë për të cilat Shqipërisë janë lënë detyra të qarta të vazhdojë me parafrimin e ligjit për ushqimin me standardet e BE-s, të përmirësoj nivelin e kontrollit, edhe 2 pika të tjera kryesore lidhen me transparencën,
edhe me vlerësimin e riskut. Le të themi këto janë detyra madhore për sa i përket sigurisë ushqimore. Ndërsa kolegi Armelinda përmendi aktivitetet kryesore që janë zbatuar në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit, nga ana tjetër edhe projekti që lidhet me sigurinë ushqimore ka zbatuar disa aktivitete me të cilat ka targetuar aktorët kryesor të zinxhirit ushqimor, duke filluar nga fermerët dhe operatorët e biznesit ushqimor. Ne gjatë muajve maj, qershor dhe korrik kemi organizuar trajnime me ta, rreth 100 fermerë dhe operatorë të biznesit ushqimor. Trajnimet kanë qenë të specializuara nga ekspertë të fushës, ku ky target grup është trajnuar lidhur me standardet e prodhimit të produkteve ushqimore, qoftë përdorimin e kimikateve dhe pesticideve, të cilat kohët e fundit dhe në media është diskutuar shumë rreth këtyre problematikave, për ruajtjen, për transportin e produkteve, dhe në këto takime sigurisht kemi mundur dhe të evidentojmë mangësitë apo sfidat me të cilat përballet ky target group, ku na janë përmendur që ata kanë mungesë informacioni, kryesisht fermerët apo operatorët e biznesit ushqimor të vegjël edhe të mesëm, kanë mangësi informacioni lidhur me standardet për sigurinë ushqimore, higjienën kryesisht, apo përdorimin e kimikateve dhe pesticideve. Një mangësi tjetër që ata kanë evidentuar gjatë takimeve është mungesa e kapaciteteve të stafeve në institucionet lokale. Aty ku ata presin të marrin ndihmë, ata aty shikojnë që vetë stafet e institucioneve lokale nuk kanë një informacion të qartë, shpesh herë keq drejtojnë në rrugë të cilat pastaj kthehen në kosto financiare kryesisht për fermerët e vegjël apo të mesëm, dhe këtu është ngritur zëri nga fermerët për keq përdorimin ose keq udhëzimin për kimikatet. Nga ana tjetër kemi punuar dhe kemi organizuar dhe disa trajnime me 100 përfaqësues të institucioneve lokale, ku tema kryesore kanë qenë konceptet që janë në politikat e BE-s, farm to fork, apo në politikat shqiptare për sigurinë ushqimore, njihen me termin nga ferma në tryez, edhe koncepti One Health ose një shëndet, i cili është shumë i rëndësishëm. Shëndeti i kafshëve, i njerëzve dhe i bimëve është i ndërlidhur me njëri tjetrin, dhe dëmi tek njëri hallk e zinxhirit shkakton dëm tek pjesa tjetër e zinxhirit ushqimor. Përsëri dhe në trajnimet me këtë target group kemi evidentuar le të themi sfidat me të cilat ata përballen. Sigurisht na kanë kërkuar që të kenë vazhdueshmëri të trajnimeve, t'ju krijojnë mundësinë që ata të jenë pjesë e tryezave me shoqërinë civile, me mediat, pra me të gjithë aktorët e zinxhirit ushqimor. Dhe sigurisht sfidat që lidhen me, le të themi, me konfuzionin që shpesh herë krijohet për shkak të mbivendosjes ose paqartësisë të kompetencave ndërmjet institucioneve, dhe gjithmonë pastaj faji ngelet jetim, sepse një institucion thotë është përgjegjësia e kësaj ministrie ose e kësaj drejtorie e kështu me radhë. Muajin e kaluar ne kemi organizuar trajnime gjithashtu edhe me studentët e gazetarisë, sepse media është një aktor kyç i zinxhirit ushqimor. Është një aktor kyç dhe sidomos në muajt e fundit ka pasur shumë lajme mediatike për produktet e ndryshme ushqimore, mandarinat apo mishi pulës me salmonel, speca me nivel të lartë kimikatesh edhe pesticide. Por mënyra se si media e transmeton mesazhin është shumë e rëndësishme për të gjithë konsumatorët.
Kështu që trajnimi me gazetarët e rinj, ose profesionistët e rinj, studentët e gazetarisë, ishte mendojmë një ndërhyrje shumë e rëndësishme, ku aty evidentuam se sa e rëndësishme është që gazetarët të trajnohen në lidhje me sigurinë ushqimore, por të kenë një komunikim të vazhdueshëm me institucionet publike. Nga ana tjetër, institucionet publike duhet i vënë në dispozicion informacionin në kohë reale, dhe pastaj ndërlidhja e mediave me qytetarët dhe konsumatorët është një element tjetër i rëndësishëm. Rudina, po, më falë, se më maron koha dhe më duhet shkojnë publicitet, por ajo çfarë ju nuk e thatë, po e themu në fakt në lidhje me kapitullin 12, sigurisht çështja voluminoze e legjislacionit, transpozimi e tjera janë shumë të rëndësishme, por mbyllja presupozon edhe zbatimin e këtij legjislacioni që ne do transpozojmë, dhe kjo do të jetë pjesa më e vështirë, dhe për gjithë ata që nuk e dinë, në fakt, në RASF ka një alert për speca nga Shqipëria me përmbajtje të lartë nikeli. Janë 3 mostra të analizuara, të cilat nuk duhet kenë prezencë nikelit dhe kanë rezultuar me nikel. Kjo ka lidhje me mbrojtjen e mjedisit, atë çfarë ju përmendet në lidhje me One Health-in që përmendet, dhe sigurisht ka lidhje me ndotjen e lumejve, të ujrave nontoksor, të tokës, se mund të mos jetë fare dhe nuk është faj i prodhuesit të atyre specave, sepse ai nuk e di që ujë që merr në lumë apo kudo që e përdor për shembull për vaditje apo edhe nga burime të tjera mund t'i ketë kontaminuar. Do shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare, mos u largoni nga Ora News. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po diskutojmë për projektin që zbatohet nga Qendra Alert dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri, financuar nga Bashkimi Evropian, delegacionin në Tiranë për mbrojtjen e konsumatorit. Linja e gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes së drejtave të konsumatorëve në Shqipëri nëpërmjet fuqizimit të organizatave lokale të shoqërisë civile. Raporti i fundit i Komisionit Evropian për Shqipërinë, aty ku fliste për kapitullin 28, thoshte që Komisioni për mbrojtjen e konsumatorit, që është pjesë e Ministrisë së Ekonomisë, ka trajtuar ankesat të konsumatorëve. Nuk e thoshte numrin, në mos gaboj, por kishte një dyshim në lidhje me transparencën e trajtimit tyre. Në fakt, në ato çfarë ka raportuar Komisioni për mbrojtjen e konsumatorit pranë delegacionin kur është bërë raporti, para se të publikohej, sigurisht kur mlidheshin faktet të dhënat, në ato ankesa, sepse ato shkojnë deri në fund korrikut, mos gabojmë, mbledhja e materialit nga komisioni, nga delegacioni, janë përfshira sigurisht edhe një pjesë e ankesave që Qendra Alert i ka deleguar Komisionit për mbrojtjen e konsumatorit, sepse jo gjitha e thash që në kryet në fillim të emisionit që mund mos zgjidhen nga ne, sepse ne komunikojmë me entet publike apo private sipas ankesave të konsumatorëve, shumica zgjidhen nga ana jonë, por ato çfarë ne nuk i zgjidhim dot, ja delegojmë Komisionit për mbrojtjen e konsumatorit si një institucion shtetëror i cili merr vendime më pas, të cilat shkojnë edhe deri në penalitete përmes instrumentave shtetëror që ka. Zoti Tozaj, Qendra Alert ka trajtuar, po themi që nga fillimi i vitit, pra që kur është prezantuar linja e gjelbër në 12 shkurt, në mos gaboj, këtij viti, deri më sot dhe vazhdon të trajtoj ankesa. Sa është numri total pakoshëm i tyre dhe si ka qenë procesi i zgjidhjes dhe natyra e tyre ankesave? Në përgjithësi ankesat kanë ardhur në një, nëse një numër ose një shkallëzim të rasteve, diku tek një farë hapje ose një farë interesimi, adresimi i problematikave në mënyrë statike. Ose vjetre nga puna një qendër që qytetarët në përgjithësi kanë një farë besimi ose interesi ose si ta them unë, atje ku ata e vlerësojnë ose kanë atë qëllimin ose
pretendimi që do ketë një rezultat. Ka një farë shpresë për zgjidhje. Po, ka farë shpresë. Ka diçka, më falë se po ndërpres, do marrësh gjithë kohën tonë, se në pjesën e parë kanë folë 2 vajzat dhe nuk kanë lënë radhë. Ka diçka, në një pjesë të mirë të institucioneve publike, ku ata, flasë për institucionet paktën, ku ata me cilat mund të kenë një shqetësim, një problem, apo duan të adresojnë një problematik të ndryshme, një shqetësim, numrat e gjelbër nuk punojnë, numrat fix të institucioneve publike, ata që janë të publikuara në përfaqe zakonisht ose janë jashtë shërbimit ose nuk i ngre njëri si numra, kështu që shpresoj shumë ta gjejnë qendrën alert, ta adresojnë shqetësimet e tyre e sigurisht edhe ne t'ju shërbejmë. Tani që t'jemi dhe të sinqert, nuk mund t'i vendosim faj ose si them ti detyrojmë që të drejtohen tek një organizat, se në fundit, Qendra Alert është një organizat jo fitimprurse. Pra, statusi që ne kemi nuk është njëjtë me institucionet. Ata si përgjigjen, është problem. Po, ata normalisht ofrojnë si shërbim linjën e gjelbërt në bazë të kompetencave që ata kanë si institucion, por është gjithmonë është ideja që institucioni është i vetmi halk që e zgjidh vërtet edhe në mënyrë të qëndësishme problemi që ata kanë. Por duhet një ndërmjetës. Po, në fakt edhe nga përvoja, sepse jo të gjithë qytetarët ose individët kanë një formim që i ndihmon për të adresuar drejt edhe sakt shqetësimin që ata kanë. Ka elementet, më thënë, ka shumë raste që elementet janë të ndërthurura me njëra tjetrën, ka një miksim elementesh që e bëjnë pak edhe më të vështirë adresimin e drejt të shqetësimit të tyre. Në përgjithësi, natyra e këtyre adresimeve që i vinë pranë Qendrës Alert janë në këtë periudhën e dytë 6 mujore që edhe kanë dalë disa statistika nga puna e bërë, në fakt mbizotrojnë shërbimet e transportit. Vjetre që subjektet ose operatorët ekonomik që ofrojnë shërbime transporti, pra që japin makina me qëra, ose japin shërbime, më thënë që lëvizin nga një vend në vend. Edhe taksit mbizotrojnë për problematikën që palët, pasi jo dhe nuk mund të themi që subjektet ose operatorët ekonomik janë 100% në faj, por ka një munges në të sjarruar të elementeve të kontratës, por në komunikim, për të qenë sa më të detajuar me klientët e tyre, me konsumatorët. Edhe kjo gjë pastaj sjell si shkak një pakënaqësi edhe përjedhoj edhe problematik për të zbatuar atë kontratë që ata kanë firmosur. Vjetre në fakt që dhe shtetasit e huaj, nuk do të them që bjen pre, por që ndodhen në këto lloj situatash. Ata vinë për pushime ose për punë të tyre, marrë një makinë me qira dhe rezultojnë kushte ndryshe. Duke vazhduar dhe në ligjen e kësaj, janë pastaj në shërbimet akomoduese, hotel, B&B edhe subjekte ekonomike të kësaj natyre që gjithashtu janë konstatuar nga puna që kanë po ashtu problematik në të komunikuar me kushtet ose në raste dhe më të këqija kanë prezantuar foto ose e kanë reklamuar atë produktin po shërbimin e tyre. Që e si shërbim. Disi më ndryshe në fakt nga çfarë ata vërtet zotrojnë edhe ofrojnë. Pra, ndoshta edhe kjo vjen nga periudha e pushimeve edhe rriten ose bën më të prekshme këto lloj problematikash. Për ta thonë pak më qartë dhe në mënyrë diplomatike, siç e thot Klajdi. Shërbime Airbnb ose hotele ofrojnë foto në Booking ose në platforma ku i reklamojnë shumë të bukura, moderne etj, kur qytetari huaj, kryesisht nga vendet të Bashkimit Evropian, ka ardhur për pushime ose për aktivitet të tij në Shqipëri, mbasi ka rezervuar, paguar etj, i ka rezultuar një apartament ose një dhomë hoteli në gjendje skandaloze, edhe reale, sepse ne kemi parë fotot e tyre, po dhe krahasuar me atë çfarë i ka reklamuar. Ndërkohë, Kladi po të ndërhy Air Albania, sepse e kam thonë edhe në emisionin e parë, vazhdon të mos e dëmshpërblej një qytetare të huaj për valigjen e humbur.
E them sepse ata kanë premtuar në fali që do ta dëm shpërblejim e tjera dhe qytetarja huaj akoma s'ka marrë parat, ka kaluar një vit. Ndoshta ka kaluar dhe më shumë, por problemi qëndron ose hapësira që e bën të mundur të krijohet këlloj situate është mungesa e parashikimit ligjor i një afati. Pra, nëse ne ndodhemi para kushteve që duhet dëshmërbler ky pasagjer, brenda çfarë afati ka të drejtë që operatori ekonomik ta dëshpërblej personin? Mungesa e këtij parashikimi e bën... ne nuk mund presi për një valizhe të humbur 10 vjet. Dhe kjo ka nga tjetër qëndron. Sepse sa që ka vlera sa valizha, nuk ka vendosur çmim, mos gaboj. Çmimi, më thënë, parashikimet për çmimin që ekzistojnë. Pra, në bazë të peshët dhe të masët dhe elementet tjera janë të përllogaritura. Por, për periudhën pastaj që kur duhet të jepet kjo, është... Dhe unë e përmenda Errol Bena, kjo është hera e dytë, pra emisioni i dytë, dhe do përmend çdo subjekt që nuk reagon kur konsumatorët kanë të drejtë. Sigurisht, ato që do të zgjidhen sepse ka gabime edhe njerëzore, problematika nga më të ndryshme që mund mos jetë faji i qëllimshëm i subjektit, i operatorit ekonomik, siç thot Klajdi, jo, por çdo subjekt tjetër që nuk reagon, ashtu siç e parashikon legjislacioni fuqi shqiptar për drejtën e konsumatorit, ne do t'i publikojmë me emra në çdo emision të mundshëm. Në fakt Klajdi se po, absolutisht. Është dhe një element se në të marrim rastin që vërtet ligji nuk parashikon një hapësirë të tillë, do ishte ideale që atëre operatori vetë në politikat e tij për që vepron, ta parashikoj ai vetë një periudhë kohore në të cilën e bën të mundur që në të tilla raste e merr dëshpërblimin pasagjeri. Pra, nuk ka pse operatori ekonomik të presi që të kemi parashikime ligjore, ku vetë, sidomos sa më thënë dhe operatorë që janë të fuqishëm në tregun këtu në Shqipëri, shumë mirë mund ta bëj vetë. Në politikat e tij. Nga Vlora, por Errol Bena nuk është e fuqishme. Jo, është një operator... Presupozohet që është i fuqishëm, por që fatkeqësisht dëgjohet që është duke falimentuar. Blerjet online vazhdojnë të jenë një shqetësim i konsumatorëve. Gjithashtu edhe blerjet. Në fakt, në krahasim me raportin 6 mujor të kaluar, ka një farë rënje të adresimit për të tilla fenomene, por se di, ndoshta këta lloj operatorësh janë ndërgjegjësuar mbase në skenari më të mirë, por vlen për të përmendur që është fryma në të punuar, është diçka më ndryshuar. Pra, nga rastet që paraqiten para qendrës, neve konstatojmë që operatorët, pra personat që bëjnë tregti, se nuk mund të jenë operator ekonomik pasi nuk janë gjithë të regjistruar me neve të tjera. Në fakt, deri tani asnjëri nuk ka, as subjekte nuk qëse në bas nuk janë fare, nuk figurojnë si të tillë, pra punojnë në të zezë. Por që kanë, ndoshta janë dhe vetë personat, pra ata që porosisin ose marrin një shërbim online, që janë disi më të ndërgjegjësuar, edhe e din çfarë të kërkojnë edhe kujt t'i drejtohen. Ndoshta kjo do ishte një shpjegim pasi edhe nga komunikimet që kemi me këta individ janë më të përditësuar ndaj kërkesave që kanë si ndaj qendrës, por dhe ndaj këtyre individëve që operojnë nëpërmjet rrjeteve sociale apo faqeve të ndryshme. Po, Kladi, përveç kësaj trajtimit të ankesave, sigurisht besoj linja dhe duhet ma thoni ju se sa shërben edhe për edukimin dhe ndërgjegjësim konsumatorësh. Edhe po e them, kemi një rast fundit që është një zonjë që është në trajtim, shkruante që sepse përveç numrit të gjelbër, ku sigurisht nuk mund të qohen mesazhe, po telefonohet ose lihen mesazhe zanore, kur nuk përgjigjet njëri, siç tani për shembull që nuk është orar puna apo në ditë fundjavë ose festash, sigurisht shfaqet numri atij që telefonon, por mund të lini edhe mesazhe zanore. Kur kërkohet qendra alert në rrjetet sociale ose në Google, pra kur kërkohet një organizatë konsumatorit del qendra alert, dhe aty njerëzit shkruajnë edhe në numrin e kontaktit që ne kemi her pas here shihin edhe në ekran poshtë numri i celularit, dhe njerëzit shkruajnë në WhatsApp, Viber e tjera. Është një zonjë që sfundmi ka shkruar për një ankesë për një faqe që pra online që tregton produkte, dhe ka porositur një palë këpucë,
kur i ka ardhur porosia, i ka ardhur një numër tjetër për tjetër. Tani, si mund është, porosisësh online, ta marrësh pako nga posta dhe të mos e kontrollosh minimumi, atë ka ardhur njëjti model dhe ai njëjti numër. Pra, e them këtë si shembull, edhe tani faqja nuk i përgjigjet më e tjera, por çështja është tek pjesa e edukimit, sa duhet edukohen këta njerëz, këta qytetarë, domethënë që minimumi kur ti porosit online një faqe që s'ke as informacion për te, as për produktin, as për cilësinë e produktit, origjinën e tjera, të paktën kur të vjen fizikisht kontrollojë me sy, të paktën më e paktën. Në fakt projekti në vetvete e ka si shtyllë dhe përpiqet gjithmonë kur gjen hapësirën për të edukuar individët, qytetarët në lidhje përveç të drejtave absolutisht, por dhe detyrimeve. Pra, si një individ mund të jetë një konsumator sa më i mirë informuar, pasi edhe më thënë ligji, por edhe në një farë logjike, një individ duhet të jetë disi informuar për atë veprim që do ndërmarri. Edhe gjithashtu në momentin që merr produktin ose merr atë shërbimin për cilin ka dashur që të marri, duhet të ketë një, si them, të ketë një merak apo të ketë atë ndjesim për të kontrolluar që është duke marrë atë gjë që e dëshiron sipas kushteve, sipas cilësisë edhe të tjera elementeve që dëshiron. Pra, në këtë hapësirë gjej edhe rastin që të bijë farthirje ose të nxisë të gjithë personat që ndodhen në këto kushte ose ndodhen një problematikë edhe nuk din ku të drejtohen ose si të adresojnë, duhen që në fillim të kenë të drejtë, të jenë brenda disa, si them, disa standardeve ose disa pritshmërive që duhet të ketë personi si konsumator. Pra ti duhet të dish ku po porosit, sepse në moment që ti porosit në një faqe që as nuk figuron në një, po, është në pranon të zezë. Kur themi faqe flasim për profile në rrjetet sociale. Ata kanë detyrim që përveç profilit, subjektet e regjistruara të kenë website-in e tyre ku deklarohet NIPT-i, adresa, kontaktet e telefonit. Për të qenë një operator ekonomik. Pra në momentin që tregtia online është e ligjshme, që të jemi. Po, kur bëhet sipas rregullave ligjore. Por në momentin që ti drejtohesh një subjekti të tillë, një operator, duhet të jesh edhe i ndërgjegjshëm ku po i drejtohesh, çfarë mund të presësh, çfarë mund të vi, edhe më thënë, ato operatori ekonomik duhet që edhe të respektojë të drejtat që ke, por për të qenë i sinqert nuk e ka për detyrim. Pra, ti je duke u përfshirë në një marrëdhënie, ligjërisht me asgjë. Ligjërisht me asgjë, po para paguan ama. Po, ti normalisht efektin ekonomik e ndjen, sepse ti e bën atë pagesën, por me kë po bën këtë shkëmbim, po, dealin, me kë? Qartë. Në fakt, vazhdon, po. Jo, thjesht doja të shtoja që fal kësaj ka filluar të përdoren dhe më së tepërmi edhe terme si konsumatori i përgjegjshëm apo konsumatori vulnerabël, që të bëhet dhe diferenca e qartë se cilët janë kategoritë e konsumatorëve, nëse kanë të qartë apo jo vetëm drejtat e tyre, por në një farë mënyrë dhe detyrimet, po themi logjike, që mos i çojnë në batake të silla, domethënë, edhe të përfundojnë në përfaqet parregulluare, siç e përmendi edhe Klajdi. Domethënë, edhe fal trajnimeve që ne kemi bërë, kemi trajtuar edhe rasta që kanë patur zgjidhje nëpërmjet zgjidhjeve alternative, mekanizmave alternative të zgjidhjeve të mosmarrveshjeve, që është një mënyrë e mirë për mos ta çuar çështjen deri në rast gjyqësore dhe në organe gjyqësore. Ose dhe në humbjen e të drejtës. Po, saktësisht. Shiko, tregtia online në shumë raste përbën risk, sepse e kemi edhe rodinën në linja dhe mos të morim edhe asaj kohë. Kur po shikoja raportin e Rapexit, realisht po i klikoja disa prej produkteve për t'i parë dhe mes tyre doli janë disa ndriçues qelqi të cilët bëjnë ambientin e një dhome ose një ambientin ku ato rrinë si natë e bukur, romantike, diçka e tillë shiten për vitin e ri. Dhe ishin ato produkte me risk sepse mund marrin zjarr për shkak mekanizmit tyre pra nga korrenti, nga energjia. Ndërkohë, mbas pak, siç duket për shkak të algoritmeve, Facebook më nxori një produkt të tillë që shitej një faqe online në Shqipëri.
dhe ishte i faqe me shumë pak ndjeksa dhe nuk ishte asnjë informacion për atë produkt. As nga është prodhuar, as nga ka ardhur, as kush e ka prodhuar, as kush ishte ai tregtuesi përveç se kishte një emër rrjeti social dhe e shet online. Pra unë e blej me një faqe dhe doja ta thoja që kur blen edhe online, sepse ritheksoj që tregtia online është e ligjshme, duhet shohësh disa element. Minimumi sa ndjeksa ka një faqe, sepse një faqe me 200 ndjeksa nuk mund të bëjë biznes. Ka faqe që kanë 500.000, 1 milion ndjeksa, që janë diku më serioze, që kanë investikuar, që kanë investuar në faqe, që kanë atikun blu që bëhet faqe zyrtare dhe mund të jenë pastaj shitca online të një dyqani fizik apo edhe fare fizik, por që kanë dhona dhe ti duhet të komunikosh përpara me shitsin. Produktin fjalë që ishte edhe tek ato të klasifikuar me risk, shite online në një website që nëse i ndodh dikujt përgjegjësi ku e ke bler, te kush e ke bler, më e pakta, nëse i ndodh fatkeqësia. E thash këtë për të treguar që për të thonë që edhe njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm në rrjetet sociale kur blejnë, sepse në çdo profil mund të blesh. Absolutisht, më thënë, edhe thirrja që bëra më para, jo vetëm për të ndërgjegjësuar, por absolutisht në fillim duhet jemi vetë neve që kujdesemi për shëndetin tonë, edhe për shëndetin të familjarëve tanë, edhe pastaj neve të vazhdojmë për të kërkuar llogari tek personat e tjerë. Pra është shumë e rëndësishme si tregtia online, pasi edhe tregtia fizike, se kemi dhe raste që gjithashtu ka problematikat e veta, por duhet që të jemi sa më të vetëdijshëm për atë veprim që jemi duke ndërmarrë. Pra, duhet të kemi një farë informacioni, duhet që të kemi dhe se jo ta lexojmë atë përshkrimin e produktit, ose edhe përshkrimin e shërbimit që reklamohet. Pra, nuk ka lidhje me online, kuptohet. Po, është edhe online, edhe fizikisht, pra, edhe tregti e rregulluar ligjërisht dhe tregti jo e rregulluar. Pra, është thirrja qendrore e tillë që të marrim kohën tonë, që neve të lexojmë edhe të marrim informacion për atë veprim që jemi duke ndërmarrë. Nuk është absolutisht ndroje ose trup që ti të lexosh atë gjë, edhe gjithashtu nuk kemi pse se ne mendojmë ne si shqiptar kemi mirëbesim. E marrim mirëbesimin të mirëqend ndaj personit që kemi përballë. Edhe shpeshherë kjo gjë dhe shfrytëzohet. Sidomos ndaj konsumatorëve. Që qumshin të fshatarë e njohën atë kalopën të shëndetshme etj. A keni nënvizuar disa prej ankesave, do na citosh ose përmendesh disa më kryesore që keni nënvizuar dhe cili është statusi i tyre sot? Qartë, atëre një pjesë ishte në natyra e ankesave ndaj operatorëve që funksionojnë në shërbimin e transportit, pra që janë zyra që ofrojnë makina me qira, ose edhe kompani taksi që ofrojnë, ose edhe taksi individ që ofrojnë shërbime. Në fakt, to si natyrë zgjidhen kanë një periudhë të shkurtur që kërkojnë për zgjidhje, sepse operatorët janë angazhohen në komunikim. Sigurisht që neve si organizat ofrojmë dhe hapësirën ndaj subjekteve që ata gjithashtu të shprehen për pjesën e tyre dhe gjithashtu në raste kur ka nevojë dërgojnë dhe materialet që mbështesin pretendimin e tyre. Pra nuk është se i marrim 100% të mirëqen. Pa diskutim i filtrojmë. I lëmë hapësirë për të dy palët. Ishte ajo pjesa online, pra tregtia online. Në fakt është edhe ushqimi, siguria ushqimore. Kemi patur raste, kanë qenë sinjalizime, pra ku qytetarë kanë dërguar dhe me foto që produkti ose kanë qenë infektuar me insekte, ose kanë qenë i tregtuar jo në kushtet që kërkon ligji. Edhe në fakt to rastet për sigurinë ushqimore kanë qenë edhe në qytete ndryshme, pra dhe në Tiranë, dhe në Vlorë, dhe në Fier, duket edhe në Shkodër. Edhe të Don Bosco për peshkun që të le. Po, është në fakt... Kjo është batut, po, është histori e çuditshme. Sepse, më thënë, është bërë diçka e lezetshme brenda. Ne kemi me mesnesh, por... Po, brenda në organizat, por qytetarja e kuptoi. Pra, ajo ngrë një sinjalizim që në këtë vend është duke tregtuar jashtë çdo lloji kushti peshk. Por, nuk mjafton që vetëm ti si qytetar je duke sinjalizuar për
për këtë fenomen që është duke ndodhur, duhet që ti të ndërmarrësh dhe një hap, pra duhet një farë mënyrë ta dokumentosh ose në momentin dërgosh foto, video, lokacionin ku është fikse etj. Këto nuk i bënte. Dokumentacioni duhet të jetë i plotë që Jo, po, pikërisht sepse jo çdo pretendim që mund të kenë konsumatorë qytetarët, Rodina, sidomos për produktet ushqimore, nuk mund të merret gjithçka për bazë, sepse ajo thoshte tregtohet, po ne nuk jemi trup inspektuese. Edhe këtë ngatrojnë. Ne i kërkonim zonjës që na dërgo foto, na dërgo video, na dërgo lokacionin, ja dërgojmë autoritetit kombëtar të ushqimit, ajo vazhdonte të mos e bënte. Po sigurisht ishte duke qenë se ishte me emër arti në rrjetet sociale, mund të jenë edhe inate personale mes tregtarësh apo tjera, gjithsesi nuk e paragjykojmë, por nuk na solli asnjëherë fakte. Kur na kanë sjell fakte, prova, produktin, kuponin tatimor, sepse është një provë që për shembull, nëse një miza atë mund të zërë te dollapi i shtëpisë tënde, por sigurisht duhet ta vërtetosh me kupon tatimor se kur dhe ku e ke bler. Kështu që Rodina, kjo çështja e sigurisë ushqimore në perceptim është shumë rrezik i lartë kur vjen puna për ankesa reale, ka shumë pak, po sa e rëndësishme është transparenca, Rodina. Në fakt doja t'i kthesha pak kapitulli progres raportit çfarë është thënë këtë vit për kapitullin 28, mbrojtjen e konsumatorit, ashtu sikurse edhe ju e përmendët. Bashkimi Evropian thotë që entiteti shtetëror që merret me mbrojtjen e konsumatorit gjatë vitit të fundit ka mbledhur ankesa, por nuk disponohen se si ka trajtuar këto ankesa, nuk disponohet informacion. Që në opinionin tim kjo lidhet me mungesë transparence, që çfarë do të thotë? Në momentin që institucionet nuk janë transparente, atëherë t'i thyen besimin e konsumatorit. Dhe pastaj është e vështirë që të bashkëpunojnë aktorët e zinxhirit. Regjia, ju lutem, vendosni video spotet më mirë se saktë materialin, se e pash veten 200 herë në ekran. Më fal, Rodina. Nuk ka problem. Kështu që transparenca dhe komunikimi është një nga parimet bazë të Bashkimit Evropian. Kështu që dhe institucionet duhet të jenë transparente, të ndajnë informacion sa ankimime, për çfarë janë marrë ankimimet, si janë zgjedhur. Vetëm në këtë mënyrë çdo konsumator do të krijojë besimin dhe do të krijojë atë hapësirën që në raste evidentimi risqesh konsumator të tjerë të dërgojnë ankimime. Në takimet që ne kemi pasur me qytetarët, apo me fermerët, apo me të rinj që aktualisht jemi duke kryer trajnime, kemi marrë feedback që ata si konsumator hezitojnë të dërgojnë ankimime, këtë e them për sigurinë ushqimore. Hezitojnë të dërgojnë ankimime dhe arsyeja kryesore është e para na kanë shprehur që janë të paqartë ku ta drejtojnë ankimim. Për shkak të ndryshimit të kompetencave, ndryshimit të vazhdueshëm të institucioneve, shpeshherë paqartësisë për përgjegjësinë që ka secili institucion, qoftë edhe brenda të njëjtës ministri. Gjithashtu një problematikë ose sfidë tjetër që kanë ngritur është edhe në ato raste kur ata kanë tentuar të kontaktojnë nëpërmjet linjave të gjelbërta, në shumicën e rasteve nuk janë përgjigjur, ose në rastet kur e kanë dërguar ankimimin, nuk kanë marrë kurrë përgjigje. Dhe atëherë nuk tentojnë më. Dhe kjo çon atë, pra çalimin e punës në sistemin e zinxhirit ushqimor, mungesës së besimit në institucione dhe sigurisht një risk i madh në sigurinë ushqimore. E drejt, por ka diçka. Domos, pari unë shpresoj shumë që në takime tjera që keni që ja tregoni rrugën ku duhet t'i dërgojnë ankesat. Dhe për te i kësajt ka një problem në lidhje me sigurinë ushqimore, sepse ajo, unë e përmenda pak më herët,
Pra për denoncuar diçka për sigurinë ushqimore duhet kesh prova. Nëse gjaketa juaj është në ngjyrë begjelbër, po them, nëse ti e porosita dhe online dhe të vjen ngjyrë tjetër, ti ke një provë. Nëse do të ankohesh për këto domate që thua kanë pesticide, sigurisht s'mund të ankohesh sepse atë e vërteton analiza. Mund të ankohesh për gjithçka që është e dukshme, e prekshme, por me perceptime nuk mund të ankohesh. Nuk mund të ankohesh që ky mish është nga Brazili dhe mund të ankohesh që nuk ka etiketën që tregojnë market që është nga Brazili, po që thuash është mish i ndenjur nga Brazili, s'mund të ankohesh. E thashte për ndërgjegjësim konsumatori, jo për replik me ju. Do shkojmë një hapësirë shkutër publicitare e kthehemi për pjesën e tretë. Mos u largoni. Jemi kthyer në alert në këtë pjesë të tretë dhe Faleminderit që telefonuat linjën e konsumatorit pranë qendrës Alert. Thank you for calling the consumer line at Alert Center. Për shqip, shtyp 1. Dhe vazhdon. E nisem kështu këtë pjesë të tretë. Unë e kam pagzuar me emrin Hona, të vajzën, mbas daljes në skenë të diellës, kjo është Hona. Hona e cila do marrë dritë nga diella dhe përzgjidhur ankesat e gjithë konsumatorëve. Ermelinda, do kthehem tek ju, sepse e di që keni shumë për thonë, nuk na favorizon shumë koha, por lidhe me aktivitetet e ardhshme për këtë projekt. Në fakt, si që përmenda edhe më herët, kemi vazhduar me tryezat që ka qenë të vazhdueshme në fakt nga qendra Alert, janë të parashikuara 6 tryeza në fakt në projekt, por tashmë kanë mbetur edhe 2 të tjera, saktësisht në datën 19 nëntor do të mbahet e radhës në Qirokastër dhe 17 dhjetor në Vlorë, ndërkohë që 2 trajnimet në Tiranë janë tashmë të përfunduara. Më së shumti trajnimet në qytete të tjera të Shqipërisë kanë qenë edhe të përqendruara edhe në sigurinë ushqimore, përtej çështjeve që nuk lidhen drejt me sigurinë, siç kanë qenë ato trajnime në Tiranë, por po themi që metodologjia dhe struktura e trajnimit ka qenë disi e njëjtë. Ka qenë patjetër me vlerë, siç e përmenda edhe më herët, jo vetëm pjesëmarrja e organizatave shoqërisë civile, por edhe aktorë të ndryshëm që kanë edhe më shumë interes për të kuptuar çështjet saktësisht në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit. Pjesa më e rëndësishme për sa i përket zbatimit nga Lëvizja Europiane në Shqipëri është organizimi 4 tryezave të Konventës Kombëtare për Integrimin Evropian, në fakt duke u bazuar edhe në gjetjet e raportit të Komisionit Evropian. Kapitulli 28 për mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit publik vazhdon të ketë një përgatitje të hershme, ashtu si ka qenë edhe vitin e kaluar, po edhe në vitin 2023 është kapitulli vetëm në këtë nivel përgatitjeje, por nga ana tjetër progresi nuk ka lëvizur, pra qëndron pa progres. Nëse e krahasojmë me vitin e kaluar, ka qenë një progres i kufizuar, por këtë vit nuk ka progres. Ndërkohë që kapitulli 12 vazhdon të ketë një përgatitje mesatare, për sa i përket progresit ka patur rëhatjet e veta në 2023 të kufizuar, më pas 2024 jo progres dhe tashmë përsëri një progres i kufizuar, por që të gjitha çështjet që janë gjetur edhe vlerësuar nga Komisioni Evropian nëpërmjet interpretimeve që ata japin, siç edhe përmenda, në fakt vazhdojmë edhe të advokojmë që gjua e raportit të jetë disime konkrete, që dua të them vlerësimet të jenë konkretisht të vendosura me një mekanizëm ku i rendit vlerësimet në radhë numerike, kështu do të ishte edhe më e qartë për qytetarët, por rëndësishme është që gjetjet do të përdoren për të diskutuar në këto 4 tryeza që ne kemi planifikuar të përfundojnë deri në janar të vitit 2027, ku përfundon edhe projekti Linja e Qepër për mbrojtjen e konsumatorit. Në fakt, tryezat vetë, përveç sa pjesëmarrjes së organizatave shoqërisë civile, komponenti kryesor është që për herë janë në bashkëpunim me institucione shtetërore. Pra, ky është edhe objektivi vetë konventës, të institucionalizoj këtë debat publik në lidhje jo vetëm me politika publika, por me harmonizimin e legjislacionit shqiptar me ato evropian, por duke sjellë edhe qasje konkrete se si mund t'i harmonizojmë ato në praktik edhe për t'i kuptuar edhe qytetarët ndoshta më mirë. Kështu që 4 tryezat do të organizohen në bashkëpunim me institucione shtetërore që tashmë
në kuadër të procesit të negociatave ekziston edhe një platformë shtetërore si platforma e partneritetit për integrimin evropian, ngritur me urdhër të kryeministrit 113 të datës 30 gusht 2019, e ka të detyrueshme që çdo institucion përgjegjës të jetë në mbarvajtje të punës për një kapitull ose disa kapitull të caktuar në varësi të fushës tematike. Në 1 minutë kohë, jo më shumë, do dua të më thuash çfarë ka tjetër EMA në zbatim të financuar nga Bashkimi Evropian. Po, atëherë kryesisht projektet e EMA-s janë të financuara nga Bashkimi Evropian, për momentin janë projekti aktualisht i cili ne po implementojmë është ndërtimi i partneritetit mbi themelorit për fuqizimi i organizatave shoqërisë civile në procesin e antarësimit, është kryesisht i fokusuar në 5 kapitujt e grup kapitullit të parë themelorët. Edhe në këtë fazë ne jemi duke organizuar për herë tryezat të vazhdueshme diskutimi dhe këshillimin në sinergji me PPN, por jo vetëm ka qenë dhe vazhdon të jetë një projekt deri në përfundim të tij në vitin 2026, ngritja reale e kapaciteteve të shoqërisë civile edhe nëpërmjet moduleve trajnuese si ato që kanë qenë mbi monitorimin, vlerësimin dhe learning mbi shtetin e së drejtës dhe politikat publike që kanë lidhje me shtetin e së drejtës. Projekti vetë në fakt është implementuar edhe me një organizat të huaj slovake, Slovak Foreign Police Association, edhe 2 të tjera organizata shqiptare, AJENI dhe ZTFI. Është një komponent shumë i rëndësishëm i konventës sjellja e ekspertizës slovake, por jo vetëm, ka patur dhe ekspertizë europiane, por dhe rajonale në fakt fal konventës rajonale që ne zbatojmë edhe me partner rajonal, është e rëndësishme si edhe ekspertizës për vetë faktin që ne ndihmon për të kuptuar se çfarë realisht mungon në legjislacionin shqiptar dhe se si mund të harmonizojmë më mirë me atë europian. Shpresojmë deri në përfundim të negociatave që përmendet shpesh të cilat do të përfundojnë deri në 2027 ose 2028 më pas me antarësimin total me shpresa shumë të mëdha deri në 2030. Do shkoj tek zonja Lula, të cilën siç e prezantova në fillim, është drejtore ekzekutive e Qendrës për Excellence Destiny, e cila ka në zbatim një projekt tjetër që lidhet me mbrojtjen e konsumatorit të financuar nga Bashkimi Evropian, Support Albania Food Education. Sigurisht është eksperte e integrimit evropian dhe e menaxhimit të programeve apo projekteve të financuar nga Bashkimi Evropian. Zonja Lula, çfarë është projekti SAVE dhe cili është qëllimi i tij kryesor? Si që përmenda dhe pak më parë, projekti SAVE, pra mbështetje për edukimin mbi sigurinë ushqimore, ka 2 qëllime kryesore: forcimin e kapaciteteve apo edukimin dhe ndërgjegjësimin e aktorëve të zinxhirit ushqimor. Dhe qëllimi i dytë është promovimi i dialogut ndërmjet këtyre aktorëve. Pra që ky zinxhir të funksionojë dhe të jetë i suksesshëm, duhet që të gjithë aktorët të ulen në një tryezë edhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të siguruar dhe garantuar një ushqim të sigurt që nuk dëmton jo vetëm njerëzit, por nuk influencon negativisht edhe në mjedis edhe tek kafshët. Unë e përmenda dhe gjatë ndërhyrjeve të mëparshme që ne kemi kryer aktivitete me fermerët, operatorët e biznesit ushqimor, trajnime të specializuara me ekspert të fushës, gjithashtu me institucionet lokale për konceptin nga ferma në tryezë dhe One Health, pra një shëndetit, trajnime me studentët e gazetarisë dhe profesionistët e rinj. Këto ditë jemi duke kryer trajnime me të rinjt në disa qytete, targetojmë 100 të rinj për ushqyerjen e shëndetshme dhe sigurinë ushqimore. Ndërkohë jemi duke punuar për finalizimin e një studimi kombëtar për perceptimin e të rinjve për sigurinë ushqimore. Kemi administruar pyetësorët, 1008 pyetësor. Ekspertët janë duke punuar për të analizuar të dhëna, nuk kam ende të dhëna që mund të ndaja,
Gjithsesi, shpresojmë që në fillimin e vitit 2026 ne do të lançojmë të dhënat e studimit dhe sigurisht do të organizojmë një tryezë të rrumbullakët me aktorë të institucioneve publike, organizatat e shoqërisë civile, dhe jemi besim plot që për ne organizatat e shoqërisë civile studimi do të ketë gjetje të cilat do të na shtyjnë të advokojmë për përmirësimin e politikave, por shpresoj që gjetjet e këtij studimi të përdoren gjithashtu dhe nga institucionet publike për të përmirësuar politikat më tepër për sigurinë ushqimore. Por një detaj vogël që mund të ndaj, të cilin ja u mora ekspertëve të cilët janë duke punuar për përgatitjen e studimit, është që sigurisht të rinjt sot burimin e informacionit dhe për sigurinë ushqimore kanë platformat dhe rrjetet sociale. Dhe lind pyetja çfarë duhet të bëjmë ne që t'i sigurojmë të rinjve, t'i edukojmë, t'i ndërgjegjësojmë aty ku ata marrin këtë informacion. A janë platformat sociale një mjet i sigurt për të marrë informacion për sigurinë ushqimore apo për të drejtat e konsumatorit, por ndoshta kjo pyetje dhe shumë të tjera do jenë pjesë e tryezës që ne do të organizojmë në fillimin e vitit që vjen. Dhe me qenë se përmendet pyetësorin, ne kemi gjithashtu qendra alert, një pyetësor online ku do t'ju bëja thirrje çdo qytetarit mundshëm të klikojnë në qendra alert në rrjetet sociale, Facebook, Instagram me kuka tjera, X apo LinkedIn, dhe të klikoj për ta plotësuar. Merr 7-8 minuta kohë, por që lidhet gjithmonë me të drejtat tona si konsumator. Zonja Lula, na tregoni pak për studimin që realizoni. Ju e përmendet mbi sigurinë ushqimore, por si është online, face to face, sepse duke qenë se studimi është, domethënë ne kemi administruar pyetësorët, i kemi administruar online. Pra, tani janë në fazën e analizimit të dhënave. Kemi targetuar, siç e përmenda, 1000 të rinj, në fakt kemi administruar 1008 pyetësorë dhe në këtë moment ekspertët janë duke punuar. Pra, synimi i këtij studimi është të vlerësoj, të analizoj perceptimin e të rinjve, sa informacion kanë për sigurinë ushqimore, dhe nga të dhënat paraprake të rinjt kanë një informacion për sigurinë ushqimore, por informacion le të themi të përcipës. Për shembull, ata kur marrin një produkt ushqimor, lexojnë datën e eskadencës, por në fakt siguria ushqimore nuk është vetëm data e eskadencës, por dhe elementët, aditivët që kanë produktet, kushtet e ruajtjes të produktit në momentin që njëri apo çdo konsumator e blen masat që duhet marri, masat vetjake, kështu që në këto element mungonin, në atë dhënat paraprak dhe informacionin që unë kam nga kolegët të cilët janë duke analizuar të dhënat. Po gjatë trajnimeve, sepse përmendet që keni pasur trajnime me grupe të ndryshme interesit, çfarë është vënë re, çfarë sfida shkanë, çfarë problematika shkanë? Unë e përmenda dhe pak më parë që për shembull feedbacku që kemi marrë nga fermerët është mungesa e informacionit ose trajnimeve, dhe kjo kryesisht për fermerët e vegjël apo të mesëm për standardet e sigurisë ushqimore. Ose ata na janë shprehur se vorrejnë mungesë kapacitetesh në institucionet publike lokale, shpeshherë janë keq orientuar, gjë që ju ka sjell dëme financiare në produktet që ata kanë prodhuar në fermat e tyre. Kjo lidhet kryesisht me përdorimin e kimikateve dhe pesticideve gjatë procesit të prodhimit, apo mungesa informacionit, kush është përgjegjës për çfarë. Kjo në lidhje me institucionet publike edhe një herë.
Kurse në trajnimet që kemi pasur me gazetarët, me studentët e gazetarisë, një temë që ka ngjallur interes, por që sigurisht u vërejt nevoja që media ka nevojë për informacion dhe të ketë një ndërlidhje dhe një bashkëpunim të ngushtë me institucionet të cilat janë përgjegjëse për sigurinë ushqimore, për të mundësuar informacion në kohë reale, të bazuar në fakte, në mënyrë që lajmi që transmetohet mos krijoj panik për konsumatorin. Cili është mesazhi juaj për konsumatorët shqiptar? E përmendet pak çështjen që është më minimalja e mundshme, data e skadencës, që tashmë në 2025 na vjen zora t'ju kujtojmë ngaherë, po që se të shohësh një datë skadence të parë në një pak oriz, ose nuk më duket fort normale, sigurisht është shumë e rëndësishme. Po, mesazhi për konsumatorët është që mos të shikojnë sigurinë ushqimore vetëm si përgjegjësi shtetërore, por të gjithë duhet të kontribojmë. Pra, media duhet të kontribojë, fermeri duhet të kontribojë në mënyrën se si e prodhon produktin, qytetarit duhet të kujdeset në mënyrën se si e ruan produktin, operatorët e biznesit ushqimor për ruajtjen, transportin dhe tregtimin. Pra të gjithë ne kemi një rol dhe nëse të gjithë kontribojmë në këtë sistem, atëherë do të ndikojë në jetën tonë, në shëndetin tonë dhe në ekonominë e vendit tonë. Qartë. Sipas raportit fundit Progresit, fakt Shqipëria nuk ka harmonizuar akoma rregulloren e përgjithshme të ligjit të ushqimit Bashkimit Evropian. Por edhe nëse flasim, është akoma projekt ligj rregulloria 625 për kontrollet zyrtare, edhe është përafruar pjesërisht. Pse e kemi kaq vështirë të përafrojmë legjislacion? Sepse më i vështirë do të jetë në fakt zbatimi, po dhe kur i përafrojmë nuk i bëjmë të plota, por të pjesshme. Unë e përmenda dhe pak më parë që kapitulli 27 që lidhet me mjedisin, po dhe kapitulli që lidhen me bujqësinë, zhvillimin rural, sigurinë ushqimore, janë kapitujt më sfidues. Kur themi përafrimi i pjesshëm, do të thotë që ka një kosto financiare. Pra, nëse një rregullore apo direktive BE-s përcakton ca detyra ose ka disa angazhime, çdo angazhim ka një kosto financiare. Dhe ndonjëherë është më mirë që ne të jemi realist, pra të bëhet një përafrim gradual i legjislacionit shqiptar me legjislacionin e BE-s, por duke bërë një analizë të qartë lidhur me kostot financiare, se sa shpesh herë mund të na ketë ndodhur të kemi përafruar plotësisht, po pastaj përsëri ngecim në zbatim, sepse nuk ka mundësi financiare që të ngrihen struktura administrative, apo, nuk e di, të pajisen me mjete, instrumenta apo laborator për shembull, të cilët përcaktohen në një akt rregullator. Ndaj dhe përafrimi bëhet gradual ose ka ndodhur në vite gradualisht, sepse gjithë ky proces ka një kosto financiare. Gjithsesi, unë ndaj një mendim ndryshe nga ty në këtë rast, sepse unë jam për atë çfarë ta parafrosh të plot, por ta mbash nën kontroll zbatimin me aktën nënligjore, sepse i bie që mbas 3 vjetësh, mbas 4 vjetësh, fillojmë prap transpozimin nga e para të një direktive të plot. Pra, domethënë e njëjta gjë është pak a shumë, me atë çfarë thoni ju, po mënyra se si bëhet, sepse rregulloren 625 shembull, për transpozoje të plot dhe pastaj çfarë ti ke të mundur ta zbatosh sot, rregulloje me aktën nënligjore, me VKM, urdhra etj. Dhe kur të vi koha që je në gjendje për të zbatuar, pastaj siç e parashikon direktiva, po themi, e ke më lehtë të shfuqizosh një VKM apo një urdhër apo udhëzim ministri, sesa të bësh nga e para një direktivë, ta transpozosh. Domethënë i njëjti rezultat është, por ndoshta është punë dy fishe. Do kthehen tek zoti Tozaj, sepse jam në fund në fakt për ta mbyllur bashkërisht Kladi me thirrjet për
për konsumatorët? Po, unë mendoj që në këtë moment që gjendemi, edhe nga praktika që është hasur deri tani Qendra Alert, por gjithashtu edhe kolegët që kanë trajtuar si sot, por edhe kolegët e mëparshëm në emisionet e kaluara, vlen për të përmendur fakti i një orientimi të përgjithshëm i konsumatorit. Pra, vërtet ekzistojnë hapësira kur mund të adresohen, siç është Qendra Alert apo dhe institucione. Por nuk duhet të harrojmë asnjëherë që në vijën e parë ose mbrojtësi më i mirë i interesave tona jemi vetë ne. Pra, jemi ne të parët që kujdesemi për ato produkte apo shërbim që duam të marrim, edhe duhet të jemi shumë koshient dhe vigjilent ndaj subjekteve ku ne kërkojmë këto lloj produktesh apo shërbimesh. Pra, duhet jemi neve të parët që kontrollojmë, jemi ne të parët që informohemi, jemi ne të parët që edhe ankohemi tek ai operator. Pra, pse ti më ke dhënë një produkt ndryshe nga ajo që kam kërkuar, pse ti po më ofron një shërbim ndryshe nga ajo çfarë unë kam kërkuar. Pra, jemi ne të parët, pastaj drejtohemi në instancat e tjera. Qartë. Dhe mjaft e rëndësishme ajo çfarë vëmë re në fakt nga komunikimet është edhe mënyra se si konsumatorët komunikojnë me ofruesin e produktit ose të shërbimit. Kur shohim ato rrjet biseda që na çojnë pastaj screenshot-e si provë të rrjeteve sociale janë sigurisht atë aq informacion kanë, por kur komunikon me subjektet, siç komunikojmë ne për shembull, një gjuhë më juridike, më në përballje ligjore, më të pamshme patjetër, sigurisht ka një tendencë për të zgjidhur edhe numri i atyre çfarë janë zgjidhur krahasuar me ato çfarë janë dërguar te Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorit janë shumë më të mëdha të zgjidhura se sa të dërguar pranë KMK-s. Dhe në fakt më kujtua diçka tani, kush e përmend, në mos gaboj zonja Lula e përmendi transparencën e KMK-s, ato çfarë thot Komisioni Evropian, jo se ishte nga goja e saj, ishte vetëm citim. Ka lidhje, Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorit, në fakt, me sa kemi vënë re ne, ankesa që ne ja çojmë atyre, ata janë transparent në lidhje me masa që marrin me zgjidhjen. Por nuk duhet harrojmë që në faqen e KMK-s ka një database, siç është edhe kjo jona tek ne, e ankesave kanë edhe një database për ankesat e shkuara aty dhe për statusin e tyre vendimarrja që është kryer. Ky është fundi i emisionit për ditën e sotme. Unë nuk kam më kohë sepse regjia më kërkon ta mbyll. Zonja Lula, ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi, Klajdi faleminderit shumë, Ermelinda shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Do të shihemi bashkë të premte në ardhshme në orën 21. Mos harroni, Alert ritransmetohet nesër pra të shtunën në 13:30. Deri atëherë mirupafshim.